Këtu janë kryesar klasën e 8, ku kam dhënë gjuhën matematikën. Si mësuesi matematikës u pranova, matematikë 1 vjet kam dhënë edhe kryesar klasën e 8. Në shkollën? Shkollën Krushopek. Të vetëm vajzat, ha? Jo, nuk janë, të vetëm vajzat janë këtu, jo vetë djem ka. Ka dhe djem. Dhe thënë, kishte numër të vogël të xhansive, ha? Po nuk ishte ashtë edhe i vogël, se një pjesë e fshatit shkojnë në Gërçet, mësoni. Një pjesë e fshatit vinë të Nana. Ta vinë tash komunë Sarajt, me siguri këtë fshatë. Po, në Sarajt. Edhe këtu janë të njëjtit me klasë tjetër, me kolegët të ndalë. Këtu kanë dalë me nxënësit në shkollën qendrore në Vllazim, në Taftalizhe. Edhe këtu aty me nxënës kanë dalë. Besoj është të njëjtë shkollë, edhe një në foto edhe tjetra po. Po, të njëjtë shkollë. Nxënës janë tjerë, po shkolla e njëjtë, nxënësit kanë marrë gjenerata tjera. Mandej prej atje vinë Novosel, me nxënësit e Novoselit. Jasë nxënës ka pas Novoseli atëherë. Tu kanë darë si drejtor me gjeneratën e klasën e 8, gjenerata e parë si drejtorën që kam përcjell. Interesant është me veshje kombëtar me po nxënësit, edhe se plot nxënës ishte klasë e 8, ka 2 paralele. Edhe këtu jam si drejtor me grup nxënësish. Kjo më thënë ka qenë një paralele e 8-a, me siguri klasë e 8. Tu janë 2 paralele, klasë e 8, Aja, një paralele. Një paralele sa nxënës. Një paralele është Aja. Tu si mësues mandej kam punu në Serbi, kanë dalë. Preja dëshirë të dalë me nxënësit në klasë. Jo jashtë, në klasë, edhe kam në klasë. Edhe kjo fotografi me kolektivin e shkollës. Këtu si drejtor shkolle. Edhe këtu kemi manifestim kur e lëshum ujin ujësillësit në Serbisë, ama u manifestu në shkollë. Mandej u prej këtu, mandej vazhdoj për fshatë. Për para u lëshum në shkollë. Kujtohet, si situatë kjo, me arë njëllin atë për një herë më duke se i buhet. Për një herë, ama para këtu në shkollë, me arë njëllin mandej, këtu në shkollë. Edhe kjo është me nxënësit e klasës 8, semi maturën, të Dardania, që më pas. Këtu jam me kolegët drejtorët edhe me Qani Gjambazin dhe Shpëtim Pashollin që ne zonën kompjuterët edhe që prej atëherë mandej u bë edhe informatika si landë. Një ndër iniciatore. Falë këtyve, është bë krejtë ajo. Falë këtyve. Se mos ishin këto të nabinë disa kompjutera, ne me një kompjuterë së mbëjmë atë informatikë. Tu me Mahmud Umani kemi dalë kolektivi i shkollës, si arsimtarë. Ky është krisagji që e përzun policia dhe mas ca vjetëve kam taku, si ka shku në Amerikë prej atëherë, edhe u gjidëm tash përmes të Facebookut, u takum edhe në Shqipni, në Elbasan. Prej Elbasan ishte ky. Ky e ndërtoj, skulpturë është. Ky e ndërtoj këtë kaq, edhe e përzun. Edhe mëndaj nuk u kthe më. Kjo busta që është aty, e ka ndërtu tjetër, skulptor. Jo Kristaq Kapitani, Vladimir Cariva. Dhe thënë për pikjet madhe keni bu për bustin. Unë po. Unë edhe këta e kam mik sot e kësaj dite edhe atë tjetërin. Me të dy komunikoj. Ky në Amerikë është, ajo është në Elbasan. Kjo një fotografi që thash parës në Krushopek, kam dalë me nxënësit. Kjo nxënësit manifestimi 50 vjetorit. Para. Ja busta duke u punuar për para se mahet manifestimi. Mjeshtrit e rregullojnë vendin, e rregullojnë
bustën. Këtu është kam dalë me në atë patronatin e parë, kur e pata me quiz, na vizitoi vajza e mësueses Emine Ballazhit. Kjo vajzë jetonte në Durrës, edhe erdhë atëherë na vizitoi në shkollë, e kjo bë fotografinë. A Emine Ballazhi ishte? Emine Ballazhi ishte ndjer. Ishte... Mësuese ka qenë në Serbisë. Mësuese ka qenë. Si pyetje për... Mësuese ka qenë në Serbisë aja. Është me siguri mësuesja e parë. Po mësuese e parë ka qenë ajo, si mësuese ka qenë në vitet e 45-46. Kur fillon shkollimi këtej, ajo bëhet mësuese e parë ka qenë, si femër mësuese e parë. E këtu kam darë si këshilltar i komunës Osnomes bashkë me kolegët, me këshilltarët e komunës. E thonë, kjo është sfera politike. Pa, këtu kolegë drejtor me manifestim kënë pas.